Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj për lirimin nga qelia në seancën me dyert të mbyllura ku SPAK paraqiti informacionin 2 mujor mbi ecurinë e hetimeve për faqësuesjet e akuzës, thanë se janë kryer 82 veprime hetimore. Sipas prokurorisë, nuk ka ndryshim kushtesh për zbutje të masës së sigurisë, si për Veliajin, ashtu dhe për biznesmenin Elman Abule, që mbahet nën masën arrest shtëpie dhe GKK vendosi përvijimin e masave. Avokatët e Veliajit kërkuan lirinë e tij në këmbim të garancisë pasurore, ndërsa për Abule nuk kërkua detyrim paraqitje, po këtë të martë gjykata e posaçme e apelit miratoi dhe vendimin e shkallës së parë për sekuestrimin e apartamentit, që është në pronësi të kompanisë Agikons dhe që dyshohet si pasuri e fshehur që përdoren nga çifti i bashkëshortëve Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa. Ndërkohë gjykata e lartë ka caktuar datën 8 korrik ora 12 për shqyrtimin e rekursit të Erion Veliajit për masën e sigurisë. Trupa përbëhet nga 3 anëtar me relator Albana Boksin, ndërsa Medi Bici dhe Sokol Binaj janë anëtar. Rekursi do të shqyrtohet në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Sipas njoftimit zyrtar të gjykatës së lartë, kjo çështje është nështruar gjykimit me procedurë të përshpejtuar, duke hyrë në kategorinë e çështjeve me prioritet. Erion Veliaj mbahet në burg për 10 shkurtit për korrupsion aktive pastrim parash, ndërsa pas arrestit ju komunikua dhe hetimi për futje sendesh të palishme në qeli e mos deklarim pasurie. Pashortja e tij gjithashtu hetohet për 3 vepra penale nën masën detyrim paraqitje.